Kandidati i Vlenit për kryetar të komunës së Gostivarit është një figurë e njohur politike në Maqedoninë e Veriut. Angazhimi i tij politik ka filluar në vitin 1993, kur emërtohet kryetari i Bashkësisë Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni. Ai ka qenë njëri ndër të burgosurit për ngjarjet e 97-s në Gostivar. Ndërkaq, angazhimi i tij institucional nisi në vitin 2002, kur zgjidhet deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, funksion që e ushtron deri në vitin 2005. Nga viti 2005 deri në vitin 2009 ka qenë kryetari i komunës së Gostivarit, si dhe nënkryetar i Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale. Në zgjedhjet lokale të vitit 2009 humbi garën për një mandat të dytë ndaj Rufi Osmanit, ndërsa po atë vit u emërua zëvendës kryetar i BDI-s. Nga viti 2011 deri në vitin 2013, Nevzat Beta ka ushtruar funksionin e ministrit të Vetëqeverisjes Lokale. Pas dorëheqjes nga posti i ministrit, ai rikthehet në garë për kryetar të Gostivarit. Në zgjedhjet lokale të mbajtura në mars të vitit 2013, Beta fitoi në rrethin e dytë përballë Rufi Osmanit, me një diferencë prej 1144 votash, duke u rikthyer sërish në krye të komunës. Tani, ai synon mandatin e tij të tretë në krye të komunës së Gostivarit, por kësaj jo me BDI-n, por me koalicionin Vlen. Mirëmbrëma, zoti Beta, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Zoti Beta, ne e përmendëm edhe me kundër kandidatin tuaj që si televizion tentuam të realizojmë një përballje publike mes juve dhe kundër kandidatit tuaj për t'ia bërë më të lehtë edhe qytetarëve të Gostivarit për ta bërë përzgjedhjen e tyre në zgjedhjet e 11 janarit. Edhe pse zoti Limani kishte konfirmuar pjesëmarrjen e tij në një përballje të kësaj natyre, në momentin që erdhi koha për të realizuar, zoti Limani refuzoi këtë përballje me arsye të cilat na tregoi këtu publikisht. Tani, si e komentoni ju nga prizmi juaj mungesën e një përballjeje publike mes dy kandidatëve që garojnë për një komunë, në këtë rast për komunën e Gostivarit? Unë mendoj se për demokracinë do ishte shumë produktive që zoti Limani të ishte këtu përballë meje, edhe të debatojmë për të mirën e qytetit të Gostivarit. Por ai nuk mund të marrë guximin për shkak se mentori i tij nuk e lejon. Kush është mentori i zotit Limani? Mentori i zotit Limanit është Arben Taravari. Ky djalë nuk është për kryetar, se është nën hijen e Taravarit. Mësuesin e ka shumë të keq. Taravari ka bërë krim, nuk ka bërë korupcion. Korupcion është gjë e lehtë. Ai ka bërë krim. Nuk është e lehtë, edhe kjo është vepër penale, edhe korrupsioni është vepër penale. Krimi është më i rëndë se korrupsioni. Ka bërë ashtu keqpërdorime, duke shprazur dhe duke vjedhur arkën e komunës së Gostivarit, që nuk e ka bërë asnjë kryetar komune që ka udhëhequr në komunën e Gostivarit, e këtë e ka vazhduar nxënësi i tij. Të njëjtën gjë ka vazhduar që ta mbaje dorën edhe ai te arka e shtetit dhe e ka mbjedhur komunën e Gostivarit dhe prandaj kemi borxhe shumë të mëdha. Në komunë afër 30 milion euro borxh, në ndërmarrjen për afërsisht 15 milion. Prandaj thëmë se ai e ka mësuesin shumë të keq. Ju, zoti Beta, keni mësues në këtë rast, në këtë garë? Jo, unë nuk kam mësues, unë kam mësues qytetarët dhe unë i marr informacionet nga qytetarët dhe unë vi për të mirën e qytetarëve. Dhe unë nuk vi për të afirmuar, më falni. Unë vi për të mirën e qytetarëve. Dhe nuk e lejon mosha jeme dhe njohja jeme që kam për komunën, që unë ta fliqe ose ta kontaminoj vetveten e vete. Çdo denar që do hyne në arkën e komunës së Gostivarit do të shfrytëzohet për të mirën e qytetarëve të saj. Dakor. Zoti Beta, në mungesë të përballjes është një përballje të drejtë për drejtë që vështirë edhe për
pozicionin tonë, sepse akuzat tuaja duhet t'ja transmetojmë kundër kandidatit tuaj, ndërka që akuzat e tij t'i transmetojmë deri tek ju. Në aspektin e keqpërdorimeve që ju keni denoncuar publikisht edhe nga kjo studio, pasaj përmes pres konferencave, ju shohim që sonte jeni edhe të përgatitur me një varg dokumentesh, në bazë të cilave me gjallë synoni ti argumentoni ato akuza të shkruara pranë letë në mënyrë të faktuar. Megjithatë, zoti Limani para jush ishte në intervizë dhe ju sfidoi, tha nëse zoti Beta dyshon në keqpërdorime, atëherë sfidoi zoti Betën që të bëjmë një revizion për qeverisjen e tij 18 mujore, por tha në anën tjetër t'ia bëjmë edhe një revizion qeverisjes 8 vjeçare të zotit Beta në Gostivar. A e pranoni këtë sfidë? Unë e pranoj, por ajo gjë është bërë, për shkak se 2009-2013 ka ardhur Rufi Osmani, 2017, 2021 ka qenun Arben Taravari. Edhe ata kanë bërë revizion, si njeni ashtu edhe tjetri. Edhe nuk kanë gjetur as një keqpërdorim që kanë bërë në dam të komunës dhe qytetarëve të saj. Merë me mend, revizionin e kanë detyruar që të shpojnë asfaltin. Dhe i kanë shpuar në disa pika ku unë kam bërë asfaltimin, edhe udhëheqësi e revizionit i ka thënë nuk kështu, edhe njenit edhe tjetrit. Ju ka thënë nuk e dim kush është Nevzat Beta. Por rrugët që i ka asfaltuar ai, i ka bërë me standarte më të larta se standartet evropiane. Edhe sot e kësaj dite, edhe pse prej 2005-2009, deri në ditën e sotit kanë kaluar 20 vjet, ato rrugë i shkelin, i shijojnë, qytetarët nuk janë prishur. Edhe rrugët të cilët i kanë bërë në për vendet tjera, në mandatin e dytë, në zonën e 7, e kanë bërë urën lidhse, vitin 2013-2017, që i lidhen 2 anët e Lumit Vardar. Asfalti që është shtruar nga kompania ka punuar me standarde shumë të larta. Edhe ajo rrugë është shpuar, edhe vetë revizionisti ka thënë se kjo rrugë është ndërtuar me standarde shumë të larta. Dhe na nuk mund të shkruajmë diçka kundra kryetarit e komunës, se kompaniit që kanë punuar në periudhën e kryetarit të komunës, kanë punuar me standarde të lartë. Vetëm kanë bërë një dam, atë dam e ka bërë Arben Taravari. E ka pre rrugën në mes të rrugës, për të bërë do një kyqe të rjetit të ujësjelësit, ajo ka pas mundësi të bëhet ma ndryshe me shpurje. Po aj i ka rakë shumë ma shkurt, edhe aty aj e ka dëmtuar. Rrugën edhe urën që është ndërtuar në kohën time nuk ka lëvizur as 1 milimetër. Dakor. Pra, ju vlerësoni se revizioni kundrejt jush është zbatuar, por nuk ka ngjetur keqpërdorime. Ata e kanë bërë, edhe vetë ata mund të flasin, nuk kanë gjetur as një keqpërdorim që kanë bërë për 2 mandate që e udhëheqën komunën Gostivarit. Dhe çdo dinar është shfrytzuar për realizimin e projekteve. Edhe komuna e Gostivarit në 2 mandatet e mia ka shkëlqyer. Janë realizuar projekte shumë të mëdha në të mirën e qytetarëve të Gostivarit, si në arsim, si në infrastrukturë, si për rinin, si në kulturë, në gjitha sferat, mos të lodhi. Edhe qytetarët din të bëjnë dallim. Si ka qenë Gostivari në mandatet kur ka udhëhequr Nevzat Beta, edhe si ka qenun, si është bërë në periudhën kur ka udhëhequr Taravari plus Valbon Limani. Nuk i dallon asnjërin prej tjetër. Jo, po, mësuesi e ka mësuar se si duhet të vazhdojnë punën e keqe që ka bërë Taravari e ka vazhduar Limani. Mes tjerash, zoti Beta jo e filluat edhe nga këtu, edhe vazhduat pasaj edhe përmes pres konferencave dhe në takime me qytetarët, keni përmendur 2 keqpërdorime sipas jush që ka bërë zoti Taravari dhe që ju deklaroni që ka vazhduar zoti Limani.
Mesin e tyre është pra një sallë e Këshillit Komunal dhe është çështja për disa projekte. Ne për këto dy akuzat tuaja e pyetëm zoti Limanin dhe përgjigjja e tij ishte se zoti Bejta njihet për aftësitë manipuluese që i ka dhe tha që nëse për një projekt sipas zotit Bejta duhen 5.000 euro, ka bërë për llogaritje të gabuara sepse do duhet të ishin 350.000 euro për shkak se Komuna e Gosivarit ka aplikuar në thirrjen e qeverisë me mbi 70 projekte. Ata nuk kanë asnjë provë. Ata e kanë pasur qeverisjen për 8 vjet të shkuar. Pse nuk nxorën një dokument që unë kam bërë ndonjë projekt që ka kushtuar 5.000 euro. Unë kam thënë se projekte që i kemi bërë na kanë kushtuar 5.000 euro. Ai një tender e ka hapur që kushton projekt shërbimet për përgatitjen e projekteve për nevojat e komunës së Gosivarit 200.000 euro. Vetëm një projekt. Pa një projekt. Ja këtu e kemi. Kamera nëse mund të fokusohet. Po, edhe është nënshkruar nga vetë Limani, nuk është nënshkruar. Le të nxjerrin edhe ata një dokument, po kam pasur shumë kohë gjatë qeverisjes së tyre 8 vjet të nxjerrin një dokument, por nuk kam pas kohë të shohin të mirat që i kam bërë unë, por ata kanë bërë plane se si ta vjedhin arkën e komunës së Gosivarit, edhe si ta varfërojnë buxhetin e komunës, edhe me atë edhe kanë shkatruar komunën e Gosivarit. Po, se për ta qartësuar zoti Bejta. Matematika që i bën ai, matematika që i bën ai. Kjo është vetëm për vitin 2025. Ato kanë ndetur në qeverisje 8 vjet. Nëse kanë bërë kështu, për 8 vjet vjen 1.600.000 euro. Edhe unë nuk e ngatroj matematikën, flasim fakte. Ju më thatë se mbani përgjithësi. Po, pakete, po. Ate që thoni për rregullimin e sallës së Këshillit Komunal. Vetë ka pranuar, publikisht e ka pranuar se ka harxuar 500 sa mi euro. 750.000 euro. Jo, ai vetë e pranon. Po, po, me aneks është bërë 750.000 euro. Edhe unë kam qenë aty, mora pjesë kur në shkrujtëm së bashku kodeksin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Po. Karikja ku do t'ullet kryesuesi i Këshillit kushton 30 euro. Këto e kanë bërë karikën mbi 10.000 euro. Ajo nuk është korrupsion, krim. Krim është. Njëjtën që ka bërë Taravari krimin, ky e ka vazhduar krimin. Ja, këto karike na kemi plot afaristë që mirën me biznis. Sa kushton një karrike kështu në kontratën që është bërë? Afër 10.000 euro. Ajo nuk ka ndodhur në asnjë komunë në vendin tonë, pa as në komunat në gjithë Ballkanin. Dhe ky është skandali më i madh. Nuk e them unë, ata e thonë vetë me gojen e vete. Ato bëjnë akuza pa bazë, veshën për të mbrojtur pa argumente, nëse kanë argumente, le të vinë këtu, le të ballafaqohen me mua, ballafaqimi do jetë ballë për ballë, vlerësimi do jetë nga qytetarët. Por nuk janë vetëm këto 2 projekte, janë shumë projekte tjera që ata kanë bërë keqpërdorim dhe kanë bërë krim të madh ndaj komunës së Gosivarit dhe qytetarëve të saj. E ka filluar Taravari, e ka vazhduar Limani. Ja për shembull, afrohet viti i ri. Afrohet viti i ri. Po, jemi në fund, po. Po, urdhroni, dilni deri në Gosivar, nuk është larg. Edhe do të shihni, a është zbukuruar qyteti i Gosivarit. A e dini sa është nderi për zbukurimin e qytetit të Gosivarit për vitin e ri? 100.000 euro për këtë vit. 8 vite, nëse i kanë bërë nga 100.000 euro, asnjëherë nuk është zbukuruar qyteti i Gosivarit, kushton 800.000 euro. Mund të vini dokument, me dokument, do të mirëni dokumentin, unë do dalë në qendër, do të shohim, a është zbukuruar qyteti. Ato mbaron viti i ri, kompanisë
Një njeri jalëshojnë 100.000 euro se gjoja se e kanë zbukuru qytetin në Gostivar. Kështu krim nuk ka bërë, nuk besoj, që ka bëtur ndonjë kryetari, ndonjë komune në vendin tonë. Edhe kjo është e pa argumentuar, me argumente. Jo, ne po flesim në mënyrë të dokumentuar. Kam edhe plot, po unë... Do thotë, ju vini nga Gostivari, jetoni atje, për këtë vit, për këtë fund vit, tani jemi me datë 25 dhjetor, nuk ka filluar asë një zbukurim i qytetit, nuk është vendosur asë një dritë. Tenderi është nënshkruar. 1 minutë vetëm të gjetë, se kush e ka në... 1 minutë vetëm të gjemë që kërkoj. Po, jo, dakord, ne në ndërkohë do të përcjellim edhe kundër përgjigjet e zotit Limani që ka dhënë kundër këtyre akuzave. Po. Ja, 1 minutë. Ja, ky është furnizimi me zbukurim për vitin e ri. Është 100.000 euro. E nënshkruar, të shojmë. E nënshkruar nga Valbon Limani. Me datë? Me gjitha. Valbon Limani. Urdhroni, mirë një kamerat, hesni në Gostivar, unë dhe dalë në qendër Gostivari, nëse shini një zbukurin, atëherë mund thoni se Nevzati bën manipulim. Nuk ka mundësi Nevzati në këtë mosh, në moshën 64 vjeqare të bëne manipulim. Nevzati vjen kryetar komune, nuk dyshoj në fitoren e madhe të 11 janarit. Edhe unë bëj vepra jo të mira, të kontaminoj vetë edhe familjen, nuk ja lejoj një gjë të tillë vetës e vetë. S'ka mund faj se krimin e ka filluar Taravari, e ka vazhduar Limani. Dakor, zoti Bejta, me gjitha të, këtyre akuzave dhe këtyre akuzave që po i bëni në formë të dokumentuar me fakte konkrete, zoti Limani u përgjigj si saj. Tha zoti Bejta ka filluar me këtë kampanjë negative për shkak se është njoftuar me rezultatet e anketave që bëhen, e ka të qartë rezultatin, prandaj nuk i mbetet të rrugë tjetër post të akuzoj. Në ndërkohë tha që zoti Bejta duhet t'jap sharim edhe para opinionit publik për villën prej 1 milion eurove që ka të ndërtuar në fshatin Duf. Do të rënditet Arben Taravari plus Valbon Limani. Më 11 janar me fitoren e madhe të qytetarëve të Gostivarit. Se mbi gjithash, qytetarët e duan shumë Gostivarin. Dallimin mes meje dhe Valbonit është se Valbon Limani punon për Taravarin. Nevzat Bejta punon për Gostivarin. Ai mundon të shpëton e Taravarin, Nevzat Bejta mundon të ndërton e Gostivarin. Tu është dallimi. Asaj takon jetës teme private, ka gabuar, se pasuria jeme është e paraqitur në listën anketuese, por nuk ka nevojë unë të përmendi shifrën, se sa atë e din institucionet. Vetëm do të përmendi qendrën tregtare që e kemi në sheshin e qytetit, që është ndërtuar 1996-97. Është qendra e parë më e bukur në Republikën e Maqedonisë. Çfarë vlere ka? Se vëllezërit e mi, veçanërisht meritat më të mëdha për këtë, i ka vëllau i madh, i cili është bërë peramet në kohën e Covidit. Vlera e saj është mbi 5 milion euro. Kurse ai që më akuzon mua për në fshatin tim, ajo shtëpi është një shtëpi normale që është ndërtuar në vendlindjen time, që kushton 100.000 euro, po është ndërtuar në pronën e trashëguar nga prindi jem. A babai i prindit tim ka punuar në Çanakkale dhe në Stamboll. Edhe ekonomia ka tjenë e tillë në fshat, janë marrën me bujqësi dhe blegtori, dhe nuk kam blejtur nga fitimi që e kam fituar në Turqi, në Çanakkale dhe Stamboll, toka në pjesën fushore, por në pjesën malore. Dhe na kemi atje
200.000 metra katror me hipotekë. Kur jo ndajtu në dy vëllëdrit, ju ka ra nga 100.000 metra katror. Kur jo ndajtur babai me vëllëndin ka 25.000 dhe sot e kësaj dite i kemi. Po, jo që është në interes publik është se ky shtimi i pasurisë bëhet derisa jeni ushtrues detyre të ndonjë funksioni publik. Ajo është ndërtuar para 15 vjetëve. Po ajle ape llogari për mësuesin e vet. Mësuesi i vet ka pasur para 15 vjetëve i bie në vitin 2010 që ju keni përfunduar mandatin në vitin 2009. Nuk kam qenë në funksion. Kur është ndërtuar shtëpia, nuk kam qenë në funksion. Pa ajle fole për mentorin e tij, për mësuesin e tij. Se ai çfarë ka bërë dhe çfarë ka blerë. Çfarë ka blerë? Po, do ta pyetni atë çfarë ka blerë. E din gjithë opinioni dhe unë nuk dua ti përmendi këtu. Po i kurseni? Nuk e kursej, ka blerë Shkup, pas ka pas shtëpi në Gostivar. Ka blerë Shkup. Ku ka jetuar nëse s'ka pasur? Ka pasur aty një shtëpi kështu që e ka trashëguar nga baba. Se e njoh mirë. Po njëni. Jo, e njoh mirë. Arben Taravari ka qenë nxënës si jem. Si nxënës si jem, unë profesori i tij, ke ndëgjuar ndonjëherë në historinë e ndonjë nxënësi që e ka edukuar mësuesi i vet, profesori i vet, për të mbajtur rrugën e njerëzisë, rrugën e mirë, ta ofendona? Ai mu më ka ofenduar dhe shumë kundërshtar të vet politik, një prej atyre është edhe Ali Ahmet. Herën e fundit më ofendoi në kuvendin promovues të nxënësit të tij. Po ajo është turp. Kush e ofendon mësimdhënësin e vet, hajër nuk sheh. Kush e ofendon prindët e vet, hajër nuk sheh. Edhe Taravari do përfundon shumë keq. Tani, zoti Beta, po rikthehemi tek ajo që është edhe në interes të publikut. Ju po garoni për kryetar komune në Gosivar dhe çështja që është më e ndjeshme edhe e rëndësishme për banorët e Gosivarit në bazë të kërkimeve që kemi bërë, rezultojnë diku 12.000 qytetarë të Gosivarit që janë të papunë. Ju me siguri keni nevojë për mbështetjen e secilit prej tyre. Dhe kur takoheni me këta qytetarë në shkëmbim të mbështetjes së tyre, çfarë u premtoni? Sepse ajo për cilën ka nevojë qytetarët është një punësim për të zhvilluar një jetë të dinjitetshme këtu në vendlindjen e tyre. Megjithatë, e përmendëm që komunat nuk janë ende të punësimi, por megjithatë komunat janë institucione që mund të nxisin investitorë të huaj për të zhvilluar komunat dhe për të nxitur punësime të reja. Cili është plani juaj? Jo, mu vjen keq se tash qyteti jon, Gostivari, është varfruar me punëtor, për shkak se këtë qeverisja në periudhën e shkuar i ka detyruar ata që të shpërngulën edhe të gjejnë jetë më të mirë në vende tjera. Edhe kemi mungesë të punëtorëve, se na kemi në Gostivar shumë biznismen që kanë fabrikat e veta, punëtoritë e tyre dhe kanë nevojë dhe marrin prej jashtë. Unë do ju krijoj edhe kushte më të mira. Por ajo që ka bërë Taravari dhe vazhdon nxënësi i tij, Valbon Limani, ato çdo vit kanë lidhur kontratë nëpërmjet agjencionit për privatizim dhe kanë punësuar aktivistë dhe në vit kanë harxuar 700.000 euro. I kanë marrur hollat dhe kanë ndetur në shtëpi. Përveç asaj, plus pa nevojë kanë punësuar me vendime 150 punëtorë që shkojnë në komunë s'di çka të punojnë shëtisin. Edhe mu më tha njëri, a do t'i nxjerrë? Jo, nuk i nxjerrë, po duhet punojnë. Ato që kanë marrur për 8 vjet me miliona parat nga buxheti i komunës së Gostivarit, atyre do t'ju ndërpritet. Ato që donë punë, do kenë punë, se do hapim shumë vende punë, por rrogën do t'a marrë sipas punës që do t'a bënë. Nëse ai do vinë në punë, do t'a marrë rrogën, do kite sigurim shëndetësore dhe invalidore dhe pensional, edhe do shkonë në shtëpi i gëzuar se ka punuar dhe e ka marrun hakun për cilën ka punuar. Për çështjen që ngritet për të punësuarit në ndërmarrjen publike higjiene komunale,
E pyetëm zoti Limani për punëtorët që janë pa sigurim shëndetësor dhe pranoi, e konfirmoi, tha që po, kjo është e vërtet, mirë po është një problematikë e trashëguar që 20 vite. Jo, nuk e ka thënë të vërtetën, unë në mandatin e fundit timit e pruna në përfundim edhe duhet veç një procedur e vogël me qeverisjen qendrore ta bëjnë edhe punëtorët të cilët punojnë në ndërmarrjen e higjienës, që menaxhon edhe ujin, ishte ka përfundimi. Edhe ato në vend që ta vazhdojnë atë procedurë, nuk e kanë vazhduar me qëllim që t'i mbajnë të varur edhe t'i kien si aktivist. Unë ju garantoj atyre, se ajo nuk zgjidhet vetë, po zgjidhet me qeverisjen qendrore. Punëtorët që punojnë në ndërmarrjen komunalet, gjatë mandatit tem do të kien sigurim shëndetësor. Dakord. Ju e përmendët edhe qytetarët e dinë që vini edhe nga fusha e arsimit, pra keni qenë profesor historie. Çfarë do të bëni në arsim në komunën e Gosivarit? Si është gjendja në arsim, si është puna me infrastrukturën në shkolla, sepse nga ulimtimet tona që kemi bërë ka rezultuar që diku mbi 150 fëmijë janë në listën e pritjeve për të futur në qerdhe. Pra duke filluar nga qerdhe deri tek shkollat e mesme. Gjendja në arsim është alarmante. Ata e kanë shkatruar gjithë arsimin. I kanë harxhuar mjetet financiare për nevojat e aktivistëve dhe nevojat personale. Si mbasi informacioneve, nxemje nuk kanë. Nxemje. Po. Qerdhët i kanë shkatruar. Punën e parë që do të bëj, do ta marrë pamjen arsimi siç e ka pasur më herët gjatë qeverisjes teme. Një shembull do ju marr. Mjetet të cilët ndahen nga fondi i Ministrisë Arsimit, që janë të dedikuara për mësimdhënësit, edhe që janë të dedikuara për mbartjen e nxënësve. Për mësimdhënësit ju kanë shuar rrogat me pak keqpërdorim. Për mbartjen e nxënësve, kompanitë të cilët e kanë fituar të nderin. Një kompani i kanë 1 milion euro borxh, kompanisë tjetër i kanë 500.000 euro borxh. Ato mjete nuk guxon ti përdorish për punë tjera. Ato mjete janë të parapar vetëm për arsim, por ata ju kanë dhënë atyre që i kanë hapur të nderët, një person, një kompani, punë nuk ka kry, i ka marrun lekët. Çka kanë bërë me ato lekë, me ato mjete financiare, e din, Taravari plus Valbon Limani. Ne, zoti Beta, kur po ju pyesim për projekte dhe vizionin tuaj, ju sërish po riktheheni tek çështjet e keqpërdorimeve, që është punë. Po jo, ma pyetet për arsimin. Ato e pa mjete. Si duket këtë fushatë keni vendosur të merreni me secilë çështje. Pa mjete mund të funksiononi ju në shtëpinë juaj? Jo, absolutisht. Nëse ju i keqpërdorni mjetet në shtëpinë e juaj, çka bën shtëpia juaj? Pasurohet apo varfrohet? Sigurisht që varfrohet. Lutem, sa i përket borxhit publik në komunën e Gosivarit, është një problematik shumë e theksuar. Cili është plani juaj, si do ta menaxhoni borxhin publik në komunën e Gosivarit? Shumë lehtë do ta menaxhojmë. Do i thirrim gjithë ato kompani, se asnjë kompani nuk është prej Gosivarit. Do formohet komision nga profesionistë për punën që bëhet fjalë, dhe vlerësojnë punën që e kanë bërë, a kushton 700.000, a mbushja gropave, i kanë mbush gropat, a si kanë mbush gropa, a kushton 200.000, nëse ai nuk i kanë mbush gropa, nuk i ka bërë rehabilitimin e rrugëve lokale dhe në përfshatra, si do t'i marrë lekët? Ai duhet përgjigjet bashkë me atë që e kanë nënshkruajtur në tenderin. Edhe nuk besoj se ndonjë pronar i kompanisë në letër do ta marrë guximin që t'i marrë lekët e qytetarëve të Gosivarit, se aty është në vëzët bejta, nuk mund t'i marrë. Dakor. Tani po kalojmë në një pjesë ku do të bëjmë pyetje më të shpejta, për shkak se jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe kërkojmë edhe përgjigje të drejtë për drejta të kësaj natyre. Nëse do ta merrni besimin e qytetarëve, a do të rrisni taksat komunale? Mos dyshoni se do ta marr. Unë e kam marrur, po kërkoj nga qytetarët që fitoria tite
sa ma e madhe, që mos t'i shko në mendja do një kandidatin e të ardhmen që të bënë keq përdorime se të pësojnë si Taravari plus Limani. Sa i takon taksat, taksat do t'i zvoglojmë se këto kam vurë taksat, veçanërisht tregtarët i kanë ngarkuar me taksa të mëdhaja, kompanit i kanë ngarkuar me taksa të mëdhaja. Do t'i kthejmë taksat ashtu si që kanë qenë, për shkak se ato taksa kanë qenë normale, kurse këto për fituar sa më shumë mjete financiare në buxhetin, sa kanë ardhur në buxhet e kanë shti dorën i kanë marrë për vete. Nuk i kanë shfrytzuar për qytetarë. Taksat do t'jenë më të vogla, ta përfundoj, taksat do t'jenë më të vogla, po do të shfrytëzohen ashtu si që duhen për të mirët e qytetit të Gostivarit. Dakor. A do të shkarkoni drejtor brenda 100 ditëve të para? Po drejtorët do ikin vetë se kanë bërë keq përdorime, nuk i shkarkoj unë. Ata janë të zhytur në korupcion edhe në krim. Nuk ka mundësi unë shkarkoj, ato ikin. Vetë shkojnë ata. Sa ndërmarrje i keni para pa për t'i udhëhequr gratë? Nuk i ndaj unë në gjeni, se unë vi për... Ju nuk i ndani, po edhe ligje obligon, ku o të gjinore. Jo, për në funksionë, nëse do dalin udhëheqëse nga gjenia femrore që i menaxhojnë ndërmarrjet mirë, mund të jenë gjithë gjenisë femrore. Po, në bazë të performancës, vlerësoj. Unë do t'i emëroj udhëheqësit në bazë të aftësive. Ato do të vinë për të ngritur ndërmarrjen edhe për ta çuar përpara ndërmarrjen dhe për të bërë punë për qytetin e Gostivarit. Në paraqitjen e parë në konventën hapse të AKI-s në Gostivar, zoti Taravari tha që nuk e kuptoj pse zoti Bejta merret me mua dhe tani e ka kundër kandidat Valbon Limani. Pse duhet merret zoti Bejta me Taravarin? Si thoni ju? Ka bime ka mund? Tani ju duhet na tregoni. Ju duhet na tregoni. Mendimi nuk duhet të... Kush ka qenë unë 7 vjetë në kryet komunës Gostivarit? Taravarja Limani. Po tani kë e keni kundër kandidat? Jo, kush ka qenë unë? Zoti Taravari. Po duhet të tregojmë për Taravarin se çfarë krimi ka bërë në komunën e Gostivarit. Edhe atë krimi ka vazhduar për 1 vjet, ka vazhduar nxënës si ti, që është edukuar nga ai shumë keq. Edhe nuk jam marrë unë me Taravarin, patjetër ai ka qenë. A kundër kandidate kam, ta thash edhe në fillim, nuk është ideal për këtë punë. Nuk është në hijen, nuk është për këtë punë, është në hijen e Taravarit, nuk e lënë marrë frymë. Në këtë konvent për cilën po flasim, në fjalimin e tij zoti Ahmeti tha që Valbon Limani është më shumë kandidati BDI-s se sa i Aleancës për shqiptarët. Si kundër përgjigjeni kësaj? Jo, ai është kandidat zyrtar i Aleancës, asnjëherë nuk ka qenë i BDI-s. Zyrtarisht kandidat i AKI-s, koalicion. Jo, zyrtarisht është kandidat i Aleancës, i mbështetur nga fronti dhe më vonë u krijua AKI. Dakor. Si mund të them unë që është i BDI-s? Kështu e tha zoti Ahmeti, ne e cituam. Jo, se kam dëgjuar, po unë e them atë që unë e di me argumente se Valbon Limani ka qenë bartës i listës për këshilltar nga radhët e Aleancës Shqiptare. Edhe ka qenë kryesues i Aleancës Shqiptare dhe me ikjen e njeriut që i bëni dam Gostivarit, Taravari, a ju zgjodh si ushtrues detyre nga Aleanca Shqiptare. Nuk u zgjodh nga radhët e BDI-s. Mos e mirë në qafë BDI. Dhe krejt në fund jemi, zoti Bejta, a e konsideroni rivalin tuaj të denjë për këtë pozicion? Po e thash, nuk ka përvoj, është në këthetrat e Arben Taravarit, mentori i ti nuk e lënë të frimone lirshëm, edhe ai e vazhdon punën e keqe që e ka bërë ndaj qytetit, Taravari e vazhdon Limani. Ne këtu e përfundojmë këtë intervistë, zoti Bejta, faleminderit për kohën tuaj, suksese në garë. Faleminderit edhe juve. Në ndërkohë, ju shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju informojmë që më këtë intervistë
E përfundojmë ciklin e emisioneve përmes të cilave kemi realizuar intervista dhe debate duke synuar që të jenë në interesin publik. Dhe me këtë ju informojmë që e përmbyllim dhe miru takofshim në vitin 2026.